është një kohë ma e hershme kur ma shumë kom punu në televizion edhe më thonë drejtën që një kohë gjatë me qëllim nuk jam duke u marë pikrisht për shkak se është qërëdit pak tregu, kisha me thonë. Dhe këtu ka ndiku rol të madhe dhe digitalizimi, mediat sociale, një farë mënyre një ofertit çrregullume. Dhe kjo ofertit çrregullume fillon me çrregullu nga pak edhe sistemin e vlerave, ose të paktën ato që unë besoj që duhet me kriju, e çrregullon edhe tregun, po mandej është çështje edhe pak e moshës edhe karrierës ku fillon me qenë pak ma selektiv se me çka mund të merresh dhe me çka dën me kalu kohën. Ka qenë kohë pak ma e mirë, kisha me thonë kohën kur unë jam marrë me ma shumë me produksion televiziv, po flasim konkretisht sidomos për serialin Tre Gjerman Tetrash, që një farë mënyre ka qenë një risi në atë kohë për stilin e humorit që e ka sjellë edhe për natyrën e komedisë që e ka pas, që është një stil që ne vazhdojmë me kultivu edhe në teatrin Oda me shfaqje, në disa shfaqje që jenë punu edhe pas Tre Gjermanëve Tetrash që jenë në stilin e komedisë së njëjtë, edhe që ai publik që e pëlqen shumë atë zhanër vazhdon me na përcjell. Ka pas jetë gjatë edhe si serial, dhe mandej po them, mas mediave sociale, mas digitalizimit, një treg si që është Kosova, është shumë lehtë me çrregullu, me trondit. Edhe unë personalisht nuk e gjej fort vetën të edhe ka qenë zgjedhje jam me qëndru pak ma larg edhe me u marë, ashtu kështu nuk kam edhe shumë kohë, sepse pukurin zonën me vetë produksionin teatror, po edhe me projektet e sidomos ato ndërkombëtare që marrin shumë mund, shumë energji, e që nuk shihet shumë, edhe kam shumë shpesh edhe udhëtime. Qysh javën e ardhshme do të jem në Hollandë, në një festival partner tonin ku jemi bashkë me partner tonë prej partneritetit që përmenda më herët, partneritetit evropian për krijime artistike në hapësinë publike. Kështu që gjithë këto angazhime edhe shumë tjera, partneritetet që i kemi aktive, nuk më lënë shumë me u marë edhe me televizion. Gjithsesi, bëhen punë të mira, kam vazhdu me bu punë të mira, nuk kisha me hy tash me ju bo kritikën dhe me i përzgjedh, po jënë një plejade e ri aktorëve, regjisorëve që kanë vazhdu punën në mënyra të ndryshme, në produksionet të ndryshme, e që kanë zënë vend, do më thonë, në këto që është produksion digital dhe produksion televiziv i Kosovës së këtyre viteve të fundit. E cekët edhe suksesin e serialit Tre Gjerman Tetrash, pastaj e cekët që keni vazhdu edhe në teatrin Oda me një frym të tillë të komedisë. Sa ka qenë e pranueshme dhe sa kanë qenë besnik publiku për pikërisht këtë lloj të komedisë? Është mirë prit? Po, Tre Gjerman Tetrash e ka kry punën e vetë, në farë mënyre. Ka fillu me kultivu dhe ma shumë një lloj tillë të humorit, edhe mandej veç ka kriju një publik që nuk ka qenë diçka shumë e re, edhe që kanë vazhdu me përcjell besa edhe me zime e prit, shumë shpesh kemi kërkesa pi publikut që fillojnë me na kërku diçka të re, kur për ne natyrisht që s'mund të prodhojmë çdo muj shfaqje të re. Kështu që publiku na ka përcjell, ajo pjesë e publikut e cila shkon në teatr, që e ka kulturë të shkuarin teatr, dhe që për ata që se dinë se shumë njerëz nuk e dinë, Tre Gjerman Tetrash fillimisht ka qenë shfaqje, që ka lujt mbi 50 herë, 60 herë, nëse s'gabohem, dhe në atë kohë ka pas rekord shikueshmërit, rekord cilin e mban edhe tash. Pas serialit është bo prap shfaqje si Tre Gjerman Tetrash pjesa e dytë, ku është vendos në polin e Veriut si vend ndodhje, e që shfaqja për herën e dytë e ka thy rekordin e vetë të pjesës së parë, që ato numra nuk janë mri ende në teatr deri sot, as prej njës teatrin Oda, pa as prej statistikave tjera që i kemi në dispozicion prej teatrove tjerë. Kështu që një mënyrë ajo jehon e madhe e ka bardh me vete edhe inercionin, e shumë shfaqjeve mandej edhe pas kësaj me ty fol për një histori, shfaqja e dytë ka qenë nëse s'gabon vitet 2011-2012, po flasim domethënë para 12-13 vjeç. Prej asaj nëse s'gabon minimum kemi bo edhe 5 ose 6 komedi tjera që në frymën e Tre Gjerman Tetrash, me komedinë e fundit që quhet Shef Lumturimi, që ka qenë në repertorin e teatrit Oda, që është, tash po mbyllet dhe do të vazhdoj në kohë në vazhdim.
dhe me shfaqje tjera më herët, siç është Inspektor Limi, Lufta e Lirë Romake, s'po më kujtohen gjithë titujt që i kemi pas ndër këto vite.